Zoti Luli, vllatë një çmim të veçantë sot, besoj ndoshta më të veçantë sepse është hera parë që organizohet beach tennis këtu në Velipoj. Për mua ishte kënaqësi pjesëmarrja në këtë aktivitet në momentin e ndarjes së çmimeve. Ishte një aktivitet krejtësisht të veçantë organizuar në Velipoj për herë të parë, beach tennis ose tenisi në ran. Kuptohet që shërben promovimit qoftë të turizmit në Shkodër, qoftë në Velipoj, në mënyrë të veçantë të aktiviteteve sportive të cilat Bashkia e Shkodër në vazhdimsi organizon në plazhin e Velipojs. Unë duhet përgëzoj pjesëmarrësit, duhet përgëzoj organizatorët e këtij aktiviteti. Gjithashtu do të falenderoj edhe Bashkinë Shkodër për mbështetjen që i ka dhënë organizimit të këtij aktiviteti. Si aktiviteti i parë, unë besoj që i arriti qëllimit për të promovuar një sport i cili në Shkodër nuk njihet, por shpresoj që në vitet e ardhshme mbështetjen edhe të Bashkisë Shkodër, do kemi një pjesëmarrje më të madhe, një organizim më gjithëpërfshirës në mënyrë që ky aktivitet të marrë vlerat e duhura. Kështu që edhe një herë përgëzime fituesve, përgëzime domethënë Bashkisë Shkodër për organizimin e këtij aktiviteti. Duket që Bashkia ka prioritet edhe organizimin e aktivitetet të sportit të ndryshme, dhe ndoshta kjo ishte një risi e këtij viti. Besoj që është veçantë thash organizimi i këtij aktiviteti, organizohet për herë të parë. Në vazhdim do të kemi edhe dy aktivitete të tjera të kësaj natyre, do të kemi beach volley dhe do të kemi soccer beach, të cilët i njëra një tjetër ngjallin qoftë interes tek pushuesit, por përtej Velipojës edhe në qytete të tjera, të cilët vinë dhe marrin pjesë në aktivitete të tjera. Sot vrat kupën e fituesit, por kishit emocione sepse në finale ishte Ksend Luli, djali juaj, pasionanti i sportit. Është pasionanti i sportit, si duket trashëgimia bën punën e vet, por gjithsesi unë prita që një finale të ishte më bashkëpunues me ortakun e vet, më kompetitiv në mënyrë që të kishim një përballje sa më të fryshme. Megjithatë seti i parë ishte në ndominimin e dy fituesve të cilët kishin një eksperiencë dhe u koordinonin jashtëzakonisht mirë njëri me tjetrin, ndërsa seti i dytë na dhuroi shumë emocione sepse rivaliteti ishte i dukshëm, por në fund fitoi eksperjenca dhe si e tillë unë jam i kënaqur për atë që arriti si finalist dhe shpresoj që në neshet e tjera do të kena tjetër performancë dhe tjetër rezultate. Faleminderit. Faleminderit zoti Kola.